Në jetë do të hasësh shumë situata ku tundimi për të reaguar është i madh. Do të lëndohesh, do të keqkuptohesh, do të tradhtohesh, do të fyeshesh. Dhe në ato momente, zëri brenda teje do të bërtas, ktheja. Por ndonjëherë, forca më e madhe nuk është hakmarrja. Është qetësia. Është durimi. Është besimi që jeta nuk harron askën. Sepse në heshtje vepron një ligj që nuk gabon, karma. Ky është një udhëtim përmes 7 momenteve të vështira kur ti duhet të qëndrosh i qetë dhe ti besosh karmës. 1. Kur dikush të tradhton. Tradhtia është një nga plagët më të thella që një shpirt mund të përjetojë. Mund të vijë nga një mik që kishe për zemër, nga një partner që e doje me gjithë shpirtin, apo edhe nga dikush që i ke dhënë gjithçka. Në atë moment, ndihesh i thyrë. Zëri i brendshëm të thotë të reagosh, të bërtasësh, të shkatërosh gjithçka, por pikërisht aty fillon fuqia jote, kur dikush të tradhton dhe ti zgjedh të mos hakmeresh, por të ecësh përpara, je një fitues i heshtur. Sepse karma nuk ka nevojë për duart e tua. Ajo ka kohën e vet, por është më e saktë se çdo goditje që ti mund të jepje. Ai që tradhton, në fund tradhton veten. Dhe kur ta humbas respektin e botës dhe paqen e shpirtit, do të kujtohet për herë të parë që ti nuk i dole kundër. Sepse nuk pate nevojë. Karma ishte mjaftueshëm. 2. Kur dikush të ofendon pa arsye, ofendimi shpesh vjen nga ata që janë të lënduar brenda vetes. Ata nuk e durojnë dritën tënde, suksesin tënd, qetësinë tënde. Dallojnë se ti je ndryshe dhe këtë nuk e përtypin dot. Kështu që sulmojnë. Me fjalë, me ironi, me mllef të paketuar si shaka. Por kujtoje këtë, njerëzit e uritur për vëmendje të sulmojnë që të shohin si do reagosh. Nëse ti u përgjigjesh, ata fitojnë. Por nëse qëndron i qetë, e humbasin lojën. Sepse ti tregove se nuk je i ndërtuar si ata, mos harro, ofendimi pa shkak është një pasqyrë e shpirtit të tyre, jo e vlerës tënde, karma nuk harron. Një ditë do i vendos ata në të njëjtën pozitë ku ti ishe. Dhe atëherë do kuptojnë dhimbjen që nuk e pan kur e shkaktuan. 3. Kur dikush të keqkupton qëllimisht, është e vështirë të pranosh që njerëz që i doje, ose që të njihnin mirë, zgjedhin të interpretojnë keq. Ata nuk pyesin. Nuk shpjegojnë. Thjesht të bëjnë armik në mendjen e tyre dhe shkojnë. Disa ndoshta e bëjnë për inat. Disa për t'u dukur mirë para të tjerëve. Disa sepse janë të verbër nga egoja dhe ti ndihesh i vogël, i padrejtësuar, i pashpjeguar, por ja ku vjen forca, ti nuk ke nevojë të shpjegohesh te ata që e kanë vendosur të mos të kuptojnë. E vërteta nuk ka nevojë për mbrojtje. Ajo qëndron edhe kur gjithë bota është kundër saj. Ti e di çfarë ke bërë dhe çfarë s'ke bërë. Prandaj mos fol. Mos lufto për të bindur. Sepse karma një ditë do të bëjë të tjerët të kuptojnë sa gabim ishin dhe kur ta bëj, zëri yt do të jetë heshtja që flet më shumë se çdo fjalë. 4. Kur të marrin të mirën për të dobët. Në një botë ku shumë njerëz e matin forcën me zë të lartë dhe arrogancë, mirësia shihet si dobësi. Por kjo është një keqkuptim që i përket vetëm njerëzve të vegjël. Nëse je i butë, nëse je i duruar, nëse nuk ngren zërin, shumë do të mendojnë se je naiv. Se nuk kupton. Se s'ke guxim, por një ditë do të shohin se e kishin gabim. Sepse njerëzit e mirë nuk janë të dobët, ata janë të fortë, sepse nuk lejojnë egërsinë e botës t'i ndryshojë. Ti që hesht kur mund të bërtasësh, ti që fal kur mund të largohesh, je më i fuqishëm se çdo maskë force që ata veshin. Karma nuk shpërblen brutalitetin. Ajo shpërblen qëndrimin. Këta njerëz që përfitojnë nga ty sot, një ditë do përulen për ndihmën që nuk do ta gjejnë më. 5. Kur dikush përfiton nga ty, ka njerëz që janë mjeshtër në manipulim. Ata marrin dhe kur nuk kanë më që të marrin, të lënë. Nuk pyesin si ndihesh. Nuk e vlerësojnë kohën, dashurinë apo mundin tënd. Tundimi për t'u hakmarrë është i madh. Por ti nuk je si ata. Ti nuk bëhesh njësoj me njerëzit që të shfrytëzojnë.
sepse dinjiteti yt është më i rëndësishëm se hakmarrja. Mos haro, gjithçka që jep është e regjistruar nga jeta. Ti jep dashuri, do marrësh dashuri. Ata marrin me hile, do marrin boshllëk. Bëj një dhuratë të fundit, largohu në heshtje. Sepse kur karma të trokas në derën e tyre, nuk do jetë e ëmbël si ti. 6. Kur të akuzojnë për diçka që nuk ke bërë, asgjë nuk lëndon më shumë se sa kur të akuzojnë padrejtësisht. Kur njerëzit të nxjin emrin, karakterin, ndërgjegjen. Kur të shohin me sy dyshues dhe ti nuk ke çfarë të thuash, por pikërisht në këtë moment lind ndershmëria. Sepse vetëm një njeri i pastër mund të përballojë padrejtësinë me qetësi. Ti mund ta bërtasësh pafajësinë tënde, por ata që duan të të fajsojnë nuk dëgjojnë. Kështu që mos u lodh, mbaje kokën lart. Bëj jetën tënde. Qëndro i ndershëm. Sepse e vërteta është si uji, sa do të mundohet dikush ta mbulojë, ajo gjen gjithmonë rrugën për të dalë. Dhe kur del, ajo zhvesh gënjeshtrat. Karma, më herët apo më vonë, i vendos të gjithë përballë veprave të tyre. Madje edhe ata që ishin të bindur se ishin fitimtar. 7. Kur sheh padrejtësi që nuk e ndryshon dot, ka raste ku shikon njerëz të këqij që ngjiten lart, të pafajshëm që bien, të uritur që harrohen dhe të padrejtë që duar trokiten. Dhe e ndjen që bota është e padrejtë. Don të bërtasësh, don të ndryshosh gjithçka. Por nuk mundesh, mos u thye. Ti nuk je Zot, por Zoti ekziston. Dhe drejtësia e tij nuk është e menjëhershme, por është e pashmangshme. Karma nuk vonon, ajo pret momentin e duhur. Nuk ka nevojë për spektakël. Ajo godet në qetësi dhe me saktësi, qëndro i drejtë. Edhe kur bota është e shtrembër. Bëj të mirën, edhe kur askush nuk sheh. Bëhu dritë, edhe kur është errësirë. Sepse universi nuk harron. Dhe kur ti nuk mund të ndryshosh gjithçka, mjafton të mos bëhesh pjesë e errësirës. Përfundim, forca që vjen nga qetësia nuk ka forcë më të madhe se sa të heshtësh kur mund të reagosh. Nuk ka mençuri më të thellë se sa të largohesh kur mund të luftosh. Dhe nuk ka hakmarrje më të drejtë se sa ajo që e bën karma, jo ti. Pra, në këto 7 momente të vështira, mos u hakmer. Mos ul veten. Mos lufto për të vërteta që do dalin vetë. Qëndro i qetë. Bëj jetën tënde. Lutu. Frymo thellë. Dhe beso që ajo që del nga shpirti yt do të kthehet. Nëse mbjell mirësi, do korrësh paqe, nëse mbjell qetësi, do korrësh drejtësi, nëse mbjell qëndresë, do korrësh fitore, sepse karma nuk është ndëshkim. Ajo është pasqyrim, çfarë jep do të kthehet. Çfarë bën do të ndjesh. Çfarë je do të shfaqet.